Të nderuara zonja, pjesëmarrëse, nëna, motra, edhe të reja, vajza të reja të cilat në nderoni me pjesëmarrjen tuaj sot këtu, në lidhje me prezantimin e kandidatit për kryetar Bashkisë Madhe të Rrogozhit, zotit Eqerem Deliu. Në nderon me pjesëmarrjen e saj zonja Albana Voshi, deputete e Parlamentit të Shqipërisë dhe njëkohësisht përfaqësuese e Forumit të Gruas Demokratike të Shqipërisë. Falënderim për kryetarin e grup seksionit Partisë Demokratike të Rrogozhit, zotin Nazmin Dotraku, i cili ka kontributin e tij të veçantë në organizimin dhe pjesëmarrjen organizimin e gjithë partisë politike dhe njëkohësisht të gruas, zonjën Vjosa, e cila është njëkohësisht përfaqësuese e Partisë Demokratike për grupin seksionit të Rrogozhit. Tjetra është anëtarja e kryesisë përfaqësuese e gruas për Rrogozhin dhe njëkohësisht për gjithë gratë, për gjithë atë në kryesinë e Partisë Demokratike. Unë kam emocionet e mia sepse të prezantohesh përpara jush, që jam njëllë si ju, dhe të prezantohesh në emër të kandidatit për kryetar bashkie. Është një nder i veçantë. Megjithatë, unë kërkoj që në emër të gjithë grave, të gjitha ne, duke shumëzuar kaq sa jemi për 5 apo për 10, të votojmë zotin Eqerem Deliu. Njeriu punëtor, njeriu i mirë, i cili i ka treguar vlerat e tij, vlerat e cilat ne i njohim, por mos miri ka treguar në komunën e Gosës, të cilat këto vlera i njeh mos miri komuniteti i Gosës. Vlerat të cilat do t'i prekim edhe ne, si njeri i mirë, si njeri punëtor, si njeri që ndodhet pranë hallëve tonë, do të ndodhet pranë hallëve tona, mbas datës 21 qershor. Dhe kështu, jo vetëm për zotin Eqerem Deliu, që është e padiskutueshme që do të fitojë dhe do të jetë kryetari i ardhshëm i Bashkisë Madhe Rrogozhit. Që është numri 3, ku secili për ne do të votojë në 2 fleta votimi. Fleta e parë ka 3 emra dhe numri 3 renditet emri i zotit Eqerem Deliu për kryetar bashkie, dhe në fletën e dytë i kërkoj të gjithëve që do votojnë numrin 15 në siglën e Partisë Demokratike. Edhe një herë ju uroj fitore të padiskutueshme, fitore që do të realizohet në pjesëmarrjen e të gjithëve ne. Zoti Eqerem Deliu, jap fjalën. Leita, sekretare e gruas Rrogozhit. Faleminderit zonjë deputete, gjithë ju e njihni besoj, dhe një falenderim veçantë në emrin tim personal, që edhe më njëherë sapo ne i kërkuam. Dhe nga kursi ka atje këtu, dhe e falenderoj në emrin tuaj dhe timin personal. Atëherë të flasësh për sot para jush që diçka ndryshe, dhe me thot drejtën, ndihem si pa përgatitur, dhe ku ju shoh sot këtu, megjithatë do doja ta nisja nga programi im, të cilin unë kam filluar gjithë këto ditë ta shpalos, dhe një pjesë programit tonë, ashtu si në jetën tonë, femrat zënë vend të rëndësishëm, dhe femrat janë promotori dhe zhvillimi, krijimi i qendrës njerëzore, dhe ju nëna, motra, vajza, jeni sot këtu në respektin tim plot, jo vetëm sot, por edhe për 4 vitet e ardhshme në krye të Bashkisë Rrogozhit, unë ju do t'ju kem kujdes të vazhdueshëm. E kemi parashtuar në program dhe mendojmë që nesër në Bashkinë Rrogozhit ju të përfaqësoni në 80% qeverisin e saj. Dhe vajza tona, motra tona, do t'jenë ata që do t'jenë nesër përfaqësuesit e Bashkisë së Rrogozhit, dhe do t'luajnë rolin e tyre të padiskutueshëm, ashtu si edhe një, ashtu si në familjet tuaja, ju keni rolin kryesor, rolin e rutjes së ekuilibrit, rolin e zhvillimit të jetës, zhvillimit
të mirëqenies dhe jeni ju ato që keni sakrificën më të madhe në familje dhe për këtë. Edhe në Këshillin Bashkiak një përfaqësuar 50% femra dhe kjo është bërë tashmë e lishme dhe në kujdesin e zonës deputete, e cila ka dhënë kontributin që përfaqësohet gruaja si e barabar mes burrave dhe kontributi pse jo i juaj do të jetë i padiskutueshëm dhe në vazhdimsi nesër në qeverisjen e Bashkisë Rogozhin. Unë njëkohësisht dua t'ju them që kujdesi im për familjen, duke nisur nga familja ime ka qenë kujdes një prindit mia, kam 2 vajza dhe ajo shprehja që në të mirën të keq në një familje, unë jam pjesë e asaj shprehje dhe me bashkëshortën time Rajanën, kam të ju kujdes dhe ku i ka ra një smundë, një paralizë në lindjen e vajzës 2, kemi të regu kujdes jashtëzakonshëm dhe sot unë e kam këtu dhe ka arrit të rekuperohet dhe tjetë pjesë jetës e pjesë e familjes time dhe e përësoj dhe kanonë në familjes time njëkohësisht dua të garantoj ju që kujdesi një për gjithë femrat përgjithësi, por dhe ato nëna që vdesin për veja, do t'jetë në çdo rast dhe në çdo moment para jush, kujdesi si me ndihmë ekonomike, por në gjitha drejtimet, kujdesi i bashkisë nesër në drejtim të familjeve në nevojë, ashtu si unë kam vepruar deri tani në komunën Gos, që gjithë ata që kanë pasur mungesën, mjedesën në tyre, mungesën në ushqime, në veshmbathje, por edhe në shtëpi, ju gjithë duhet ta dini që unë në shtëpi një gruaje të ve i ndërtova një shtëpi më e parë, sepse ishte pa përkraje dhe kishte një djalë smuar me 8 fëmijë vejë dhe kështu që kujdesin tim unë e kam treguar këto 4 vite në krye të komunës Gos për gjithë femrat në përgjithësi, ata që kanë qenë dhe në nevojë, ata që kanë pasur mundësi të ecin dhe të ndjekin bëjën e tyre, kanë pasur pranë kryetarën e komunës i cili me fondet posaçme kanë ndihmuar që ata të shkojnë në shkollë të lartë vajzat, por dhe familjet nevojtë i kanë me ndihmë ekonomike, por me një shpërblim i cili ka bërë mundur të shumë sadopak problemin që ata kanë pasur. Megjithatë në program ne kemi që 4 vitet e ardhshme, ashtu si që tash më larë, ju do t'jeni në 80% masa juaj pjesë administratës dhe për këtë gjithë vajzat, gratë që kanë arsimin e larë, do të përzidhen dhe nesër do të drejtojnë bashkinë me sukses të Rogozhinit. Dhe që tani ju përgjithje, vajzëve që keni në shkollë të larë dhe janë pa punë, fillojnë të regjistrojnë dhe të paraqisin kërkesën tonë që t'jetë pjesë nesër e bashkisë Rogozhin. Po njëkohësisht dua t'ju them për fëmijët që keni, motat kudo që i keni, vëllezër, t'i shtrini dorën e sqarimit dhe bashkëpunimit, sepse ne njemi ata që kemi përvojën, unë jam ai që kam përvojën e duhur. Përvojën e duhur në 4 vite dhe ndryshe nga kandidati që kemi përballë, i cili vazhdon të bëjë udhëtime në autobus, duke marrë njerëzit duke çuar poshtë e lartë, por ne kemi probleme më të thella, kemi probleme të mungesës të ushqimit dhe të varfërisë që ka kapur gjithë bashkinë e re dhe banorët e saj të Rogozhinit, sidomos këtu në Rogozhin, varfëria është në kufit ekstrem dhe ne na duhet më herë të hyjmë nga puna, por që të vim aty duhet i drejtohemi datës 21 qershor, datë e cila ne do të bëjmë ndarjen e madhe dhe fillimin e ndryshimit të bashkisë së Rogozhin me njerëz që duan bashkinë Rogozhin, me njerëz që duan punojnë për Rogozhinën dhe femrat do të luajnë rolin kryesor dhe ju falenderoj sonte që jeni këtu dhe e di që jeni shumë më shumë, por akoma këtu tek ne në përfshatër është akoma pjesa që e kanë zoshme që gruaja të jetë në drejtim apo gruaja të marrë pjesë në tilla evente siç është ky i sotshmi. Por ne do të bëjmë pa mundën që për ju, ne të kemi kujdesën dhe në aktivitetit, në 8 mars apo në festën e gruas,
unë kam të regu kujdes, I kam qu gratë në ekskursione, apo kam shku drejka për ta, por ju përëtoj që në tavë në 4 vitet e ardhshme, do të organizojmë aktivitete për ju, veçanti, dhe të krijoni dhe ju klubin e grave të bashkisë e Rogozhin dhe të filloni të lidhni marrëdhënie të ngushta me gjithë familjen gra tjera në çdo fshat dhe largë të bashkisë e Rogozhin dhe njëkohësisht të përkasim dorë në dorë dhe mos lejmë të gabojmë dhe votat jetë gjithë për mua sepse unë jam garanti I mirëqenies apo I zhvillimit të bashkisë e Rogozhin. Ndryshe nga kundërshtarja ju I cili është beqar akoma, shpresoj nga I të krijojnë familjen e vetë, por vetë mosha apo qëllimi I Ardhës së Rogozhit është qëllimi I cili nuk ka bëjë me interesat tona, nuk jep hallet dhe problemet tona, nuk ka akoma përvojën e duhur, nuk di që është familja apo trajtimi I familjes, s'ka fëmijë dhe si mungon asgjë dhe s'di se çfarë ka fëmija, por ju jeni një pjesë të halleve të përditshme, dini që këton familje, dini që duhet për një fëmijë dhe kjo ne na vjen para përgjegjësisë që në datë 21 qershor t'i drejtohemi çdo familje, motrave, vëllezërve tanë që me 21 qershor vota për Partinë Demokratike, vota për Ishaim Deliu. Ju falenderoj gjithë. Ju falenderoj që ja kam fjalën zonës Bokshi dhe si eksperte. Dhe është një nga ju, do të flasim fjalën e saj. Nderuara zonja, zonjusha, nëna, motra, fëmijë, nuk do ju mbaj gjatë, se shumë bap. Vetëm kisha shumë dëshirë që të vija t'ju takoja, t'vija t'ju tregoja për mbështetjen, jo vetëm time, maksimale për programin e IQR-it, por vi edhe me porosi, si antare e kryesie, si kryetare e Lidhjes Demokratike të Gruas, edhe porosi të kryetarit Partisë Demokratike Zotit Lulzim Basha, për të treguar mbështetjen tonë, mbështetjen time si deputete, por edhe kryetare e Komisionit Parlamentar, pra I doja t'ju tregoja, t'ju dëshmoja që neve në Parlament do luftojmë për çdo projekt që kryetari juar I jashtëm dhe më lejoni që sot ta konsideroj kryetar të ardhshëm të Rogozhit. Do t'jeni në kuvend për çdo projekt investimi, për çdo projekt në të mirën tuaj, për çdo projekt që do të përkthehet në punësimin tuaj, pra do t'ju rikthej dinjitetin që ju e keni humbur qoftë nga qeveria qendrore, po ashtu edhe nga qeveria vendore, të cilët me sa jam unë në dieni nuk kanë bërë asgjë për Rogozhinën deri sot. Pra, në mendimin tim unë jam nën, unë jam motër, unë jam bi, në mendimin tim ashtu si s'di gruaja t'i japi vlerë votës, nuk di burrat, njes kryetar, po unë mendoj që ne gratë e dim vlerën e votës më shumë se sa burrat. E them këto sepse jeni ju gratë që gjën pikë mëngjesit, zgjoheni, duhet të lani, të shplani, përgatisni fëmijët, përgatisni burrat, pastaj shkoni edhe në ndonjë punë, nëse keni punë, po jam e sigurt që shumica për ju nuk keni punë. Sepse ju kalon pa punë, Edi Rama ju ka sjellë një punë deri në fund. Ju përballeni jo vetëm me papunësinë, por përballeni më së shumti me mjerimin dhe varfrin. Përballeni me faturat shumë të larta. Del Edi Rama dhe thotë që ja u kam ulur çmimin e energjisë elektrike. Ai u ulur çmimi I energjisë deri në sot. Mua vjen 2 fish ose 3 fish pavarësisht se edhe unë mundohem që të kursej, duke fikur kondicionerin apo duke mos I ndezur gjitha dritat. Pra, sa ju ka arritur se mua 2 fish ju vjen. Po ndonjë taksa ju është ulur deri më sot. Deri më sot për çfarë premtoi Rama? 97% tha të shqiptarëve do kenë taksa më të ulta. Do siguroj 300.000 vende pune, po gocat e reja që janë tua, a shfutur ndonjëra në punë në 2 vite qeveritë e Tiranës? A ka bërë ndonjëra për ju gocat reja, ndonjë trajnim te Erion Velis, që tha do hap zyrat e punës, do jap trajnime për vajzat, do t'i fus në punë vajzat e reja. A keni gjetur punë deri më sot? Nuk keni gjetur. Unë kam dëgjuar që tu në Rogozhin është një lagje miqësia, apo jo? Po Edi Rama deri në sot nuk ju ka konsideruar si miq.
nuk ju ka konsideruar ashtu si ajo rruga me emrin e bukur që keni juve Misia, por ju ka konsideruar juve, mund them edhe si armiq. Nuk e ka pasur fare prioritet Rogozhinën deri më sot me asnjë investim. Ndaj neve si gra, neve si vajza, do t'i japim me datë 21 vlerën e duhur votës, duke votuar kryqin e duhur për numrin 8 për e qeremit, duke votuar për numrin 15 që është Partia Demokratike. Se e ka me rakë numrin 15. Neve për herë të parë kemi vendosur 50% gra në Këshillin Bashkiak. E keni dëgjuar Ramën, jam e sigurt që dele ndodh që ja u dha shumë 50%. Gënjen sepse 50% që ka lidhur si iniciative Lidhjes Demokratike të Gruas, pra Forumit Gruas Partisë Demokratike. Kemi folur me Lulzim Bashun, ja kemi kërkuar, dhe pas tesh ka ardhur pastaj ka dalë Edi Rama dhe ka thënë unë do e pranoj 50%. Pastaj doli dhe Ilir Meta. Por, neve jemi bërë iniciatorët e para me 50% e këshillave dhe sot 50% e Këshillit Bashkiak Rogozhinës do jem gra. Po sa më shumë vetoni juve 15 Partinë Demokratike, aq më shumë gra do jem në ekipin e punës të Angjelit, kur ai tjetë kryetar bashkie. Të më falë, e qëreme, më falë. Okej, do jetë si Angjel mbrojtës për juve. Ato i dhe kisha, e qëremi që do jetë si Angjel dhe që do ju mbrojë gjithë juve, nëna që keni nevojë, gjithë juve gratje familjare. Ai përmendit dy raste që kishe ndihmuar në përpara. Pra, ai do bëhet edhe Angjeli mbrojtës i çdo njeriu që është në nevojë, i çdo personi me arsye të kufizuar, e çdo nëne që nuk mundet që të rrisi fëmijën e saj. Jam e sigurt kudo ku kam shkuar, kam parë nëna me shumë fëmijë që nuk mundet të ushqejnë fëmijët e tyre. Nuk mundet të paguaj në fund të muajit faturën e energjisë elektrike, shto këtu edhe ilaçet që ato duhet blej për fëmijët e tyre. Ai përballoni dot juve tërë këto shpenzime. Edhe ilaçet që duhet t'i merrni të rimbursueshme, edhe ato ilaçe ju si merrni, pse? Sepse po i vjedh Rama me beqe dhe këto ilaçe, me fatura fiktive, me fatura falso. Ndaj dhe ju duhet të paguani edhe kur shkoni në spital, të paguani edhe që të porën dhe alkoholin dhe pambukun, çdo gjë. Çdo gjë duhet të paguani juve duke i shtuar pafund shpenzime ekonomisë suaj familjare. Pra para nesh, para jush, zonja dhe zonjusha, kemi dy alternativa. Kemi alternativën e Partisë Demokratike, i cili është një kryetar i provuar deri më sot, që ka bërë projekte konkrete në komunën Gos dhe që gjitha projekte konkrete do të di fare mirë t'i sjell edhe në Bashkinë e Re të Rogozhinës. Është një familjar, është njeri i përkushtuar, njeri me energji pozitive, i cili do t'i ta kthejë Rogozhinën në vendin e duhur, që do t'ju japi juve investimet e duhura, punësimin e duhur për të rikthyer shpresën tek ju dhe te fëmijët tuaj. Kë kemi përballë? Ai njeh njeri kundërshtarin, a keni parë ndonjëherë kundërshtarin në sa vite në Rogozhinë? Nuk e keni parë, nuk e njihni apo jo? S'ka jetuar ndonjëherë në Rogozhinë. A ka bërë ndonjë gjë për komunitetin? Ai ka ardhur njeriu në ndihmë? A ka ndihmuar një grua, a ka ndihmuar një zonjë, a ka ndihmuar një fëmijë? Asgjë, s'ka jetuar këtu, nuk i di ai hallet fare. Për të mos thënë që as nuk ka familje, s'ka familje vetën, nuk i di hallet e fëmijëve, nuk di si duhet rritur një fëmijë, nuk di se sa shpenzime ka për të rritur një fëmijë, nuk di se sa halle ka një nën për të rritur këto fëmijë. Pra kandidatura e Edi Ramës erdhi si nga qielli, nuk ka ekzistuar më përpara. Ka marrë ato para më përpara me ca reklama, nuk e di se si domethënë, por nuk ka bërë asgjë për Rogozhinën. Pra për këtë do votoni ju të nderuara zonja dhe zonjusha. E keni qartë besoj apo jo? Keni qartë sepse e keni konkretisht një njerëz që ka punuar me shumë kushtim për gjitha gratë e vajzat e komunitetit që ka interpretuar në sot. Keni dëgjuar Edi Ramën që del dhe i kërkon votën grave demokrata. Ku do të shkon? I thot, gratë demokrate mbushja një mendje burrave demokrat që të votojnë për Edi Ramën dhe për alternativën ato njerëzit, ato si mekanizma që ai i çon në çdo bashki të re. Po, ai keni pyetur ndonjëherë vetën pse Edi Rama
kërkon votën e grave? Pse Edi Rama kërkon votën e grave demokratë? Se nuk e ka. Gratë nuk e votojnë Edi Ramën. A do ta votonit ju ndonjëherë një njeri i cili ka fyer, ka dënuar, ka poshtruar gratë? Kurse si? Atëherë, gratë, dhe jo vetëm demokratë, gratë në përgjithësi nuk ja japin votën atij njeriu që nuk i respekton. Pra gratë shqiptare nuk ja japin votën as Edi Ramës, as atyre njerëzve që ai që i sjell këtu për shembull, atë njeri që vetëm shëtit me autobusa të ngjyra me ngjyrë mavi. Por unë i them kryetarit, ai njeri do mbetet në autobus, ju do jeni në Bashkinë e Re dhe do t'i gjidheni çdo gruaje që e sot këtu, çdo fëmijë që e sot këtu, por atyre që nuk kanë mundur të vinë për shkak të presionit dhe terrorit që kjo qeveri po ushtron ndaj çdo njeriu për të marrë votën. Ju lutem shumë, nëna, zonja, motra. Vetëm një javë na ndan nga 21 qershori. Vetëm një javë dhe nuk dalin orën për aq shumë punë sa kemi për të bërë për të mbledhur të gjitha votat që në datë 21 votonin numrin 3. Ju lutem mos pushoni. Sakrifikoni pak më shumë nga familja juaj. Sakrifikoni pak më shumë nga përkujdesi për fëmijët tuaj. Dhe këto e them me bitje sepse mbas datës 21, duke filluar nga data 22, ju do keni shpresë. Juve do ju rikthehet shpresa sepse kandidati juaj është kandidati i Partisë Demokratike